Partia Demokratike po vazhdon negociatat me aleatët dhe partitë e vogla që dolën si front opozitar në zgjedhjet e majit të vitit 2025. Në fakt shumë prej tyre garuan më vete, por tashmë nevoja për të pasur një kandidat të përbashkët për Tiranën është e të gjitha palëve. PD nga ana e saj për shkak të faktit se kërkon që të ketë një rezultat pozitiv dhe jo aq goditës sa i zgjedhjeve parlamentare, dhe aleatët që kuptohet duan të fshihen pas gishtit dhe emrit të PD-s. Gjithsesi, zgjedhjet në kryeqytet qartazi favorizojnë mazhorancën, por opozita po bën më të mirën për gjetur disa emra që të bashkojnë të gjitha partitë e vogla apo rrënjët e tjera politike me qëllim maksimalizimin e votave. Burime për CNA bëjnë të ditur se po diskutohet për emrin e Edlira Çepanit, një nga themeluesit e Partisë Shqipëria Bëhet të Adriatik Lapajt, dhe bashortja e të ndjerit Gerd Bogdani, i cili ka qenë edhe drejtuesi i Forumit Rinor të Partisë Demokratike dhe sekretar për marrëdhëniet me jashtë. Emri i dytë dhe surprizë duket të jetë Adi Krasta, moderator i njohur, gazetari me eksperiencë që drejton A-show në Syri TV. Nuk dihet nëse Krasta do të përfshihet në politik. Kjo duket shumë e vështirë, gjithsesi është një nga emrat në tryezën e diskutimeve. Mësohet gjithashtu se nga bota e medias dhe artit po negociohet edhe për emrin e Florian Binajt, aktorit dhe moderatorit të Piranjave. Një tjetër kandidaturë është ajo Adriatik Lapajt, i cili ka thënë se nuk do të jetë. Lapaj hyn tek këta trimat si puna e Jorida Tabakut apo Ilir Ali Mehmetit, që kur ka gara të vërteta ju shmangen atyre. Dalin si kandidat në momentet më të mira, se kur ka vështirësi fshihen prapa gishtit. Një emër tjetër që opozita ka në tryezë është biznesmeni Ethem Aga, i cili kandidoi për deputet në zgjedhjet e vitit 2025. Adriana Kalaja është një emër që është vetë ofruar për kryeqytetin, duke parë emrat që kanë dalë apo janë propozuar për të garuar. Florian Açka është një nga emrat që CNA ka mundur të sigurojë nga burimet zyrtare pranë aleatëve dhe negociatave që po kryen nga Partia Demokratike. Një tjetër emër është ai Gjergj Bojaxhiu, ish zëvendësministri i energjetikës së qeverisë së Berishës. Një emër i nëntë që CNA ka mundur të zbulojë është ai Agron Shehaj. CNA ka mësuar gjithashtu se atij është ofruar që të kandidojë vetë dhe të marrë gjithë mbështetjen e opozitës për kryeqytetin. Nuk dihet nëse Shehaj do të hyjë në lojë. Ai qartasi tani duket të jetë më shumë se sa një opozitar i vërtet në përballjet elektorale, një skem dhe një lojë e interesave të pushtetit të Edi Ramës. Emri i 10 është ai Klevis Balliut, i cili është vetë propozuar, me kuraj ka dalë përballë dhe ka thënë që jam unë ai që garoj me Ogerta Manastirliun. Kandidati 11 është Ermal Hasimja, një politolog, një nga njerëzit që është në aktivitetin e tij privat arsimor. Këto janë 11 emrat që CNA ka mundur të sigurojë. Ka edhe emra të tjerë, kuptohet, në të tilla raste ato që dalin si emra fillestar më pas bien dhe ngrihen. Duket se negociatat janë jo pa vështirësi për shkak të traumës që pësoi opozita në zgjedhjet parlamentare. Fakti që Partia Socialiste duket të jetë shumë e mirë organizuar pasi tashmë ka filluar fushatët, kandidatura e Ogerta Manastirliut apo dhe drejtuesja e fushatës Belinda Balluku e bën jo pak të frikshme për partitë opozitare betejën për kryeqytetin, por gjithsesi po bëhen të gjitha përpjekjet për të pasur një garë sa më dinjitoze, si dhe votë sa më të maksimalizuar, për quar mërtej drejt elektoratit një kandidat që do të tregojë frymën e vërtetë opozitare dhe do të shpalos të paktën një dritë shprese për opozitën në kryeqytet.